Kush ishte ky mbret i famshëm David? Çfarë kishte të veçantë ky individ për të përfaqësuar prototipin nga i cili do të duhej të rrithej shpëtimtari i njerëzimit? Do flasim në një video tjetër për këtë temë të nxehtë. Sot do flasim për Davidin dhe heroizmat e tij. Para se të vazhdoj, ju kujtoj të regjistrojeni në kanal, të klikoni këmbanën për t'u njoftuar për çdo video të re që sikurse po e shihni po përshpejtohen. Klikoni më pëlqen për videon dhe shpërndajeni videon dhe kanalin të njohurit tuaj që janë të interesuar për këto tema. Tani të shikojmë fillimisht hapat e parë të jetës së mbretit të ardhshëm të Izraelit, për të cilin kemi njohuri vetëm përmes burimeve biblike, si 2 librat e Samuelit, libri i parë i mbretërve dhe libri i parë i kronikave. E theksoj këtë, vetëm nga burimet biblike. Nuk ekziston absolutisht asnjë tekst historik ose jashtë biblik që të përmend sado pak këtë personazh kyç, te i cili mbështetet teologjia e krishterë për të lidhur Krishtin me dhjatën e vjetër. Davidi, sipas burimeve biblike, duhet të ketë lindur në Betlehem afërsisht në 1040 para Krishtit, nga një familje që rrithte tribuja e Xhudës. Kur ishte fëmijë, i dedikohej kryesisht blegtorisë dhe muzikës. Në këtë kohë, mbretëria e Izraelit ishte në mbretërimin e mbretit Saul. Historitë e Davidit fillojnë kur zgjidhet nga Zoti si mbret i ri i Izraelit në vend të Saulit, i cili konsiderohet fajtor që e zhgënjeu Zotin sepse nuk shfarosi të gjithë amalekitët dhe kafshët e tyre. Nga dhjata e vjetër kuptojmë që populli i Izraelit të ardhshëm gjatë eksodit nga Egjipti po përpiqej të merrte tokën e famshme të premtuar nga Zoti Jahve Elohim. Natyrisht, popujt që ishin më parë në këto toka të premtuara kërkonin të mbrojshin në të gjitha mënyrat nga pushtuesit. Kështu, përparimi i popullit të pretenduar i zgjedhur nga Zoti sillte me vete lumej gjaku dhe dhune të urdhëruara pikërisht nga kush? Mendojeni pak, nga vetë Zoti. Do shpjegoj më poshtë se si Zoti jepte urdhëra për vrasje e shfarrosje njerëzish e kafshësh. Mes këtyre popujve ishin edhe Amalekitët, një popull nomad që rrithe nga Amalek, që nga ana e tij rrithe nga Esau dhe sikur thot vetë gjenealogjia e Gjenezit, ishte një hebre që rrithe edhe ky nga Abrahami. Si për zhdukjen e Amalekitëve, ashtu edhe për atë të popujve të tjerë si Madianitët, Zoti biblik Jahve mund të konsiderohet si zhdukësi më i madh i hebrejve në histori, duke urdhëruar zhdukjen më masive të popujve semit dhe hebrej nga populli i tij i zgjedhur. Libri i parë i Samuelit, 15, vargjet 2-3. Kështu thot Zoti i ushtrive: unë do ta dënoj Amalekun për atë që i bëri Izraelit kur i preu rrugën ndërsa po dilte nga Egjipti. Tani shko, godite Amalekun dhe cakto shfarrosjen e të gjitha gjërave që ai ka pasur, fare pa mëshirë për të, por vrit burra e gra, fëmijë e foshnja gjiri, lop e dhem, deve e gomer. Pra këtu përshkruhet urdhri i dhënë nga vetë Zoti i dashur biblik, Zoti i paqes e dashurisë, mbretit Saul që të shduk të gjithë popullin Amalekit, përfshirë gra, fëmijë dhe foshnjat e gjirit, dhe bashkë me ta dhe të gjitha kafshët e tyre. Më kujton kur me përmbytjen e madhe, ku shpëtoi vetëm Noe me familjen e tij, Zoti zhduku të gjithë njerëzimin dhe çdo speci të gjallë në tokë, ujë dhe qiell. Dhe motivi i këtij urdhri cili ishte? Kundërshtoi për rrugën kur dilte nga Egjipti. Dhe kundërshtimi nuk ishte pengim i një ikjeje apo largimi, por kundërshtimi i pushtimit përfundimtar nga ana e popullit izraelit të tokave të Nexhev dhe Sinai, brenda të cilave jetonte ky populli nomad që folëm dhe të cilin donin ta shfarrosnin, sikur se thuhet edhe te libri i Eksodit. Eksodi 23, vargjet 31, 32, 33. Dhe unë do t'i caktoj kufit e tu nga deti i kuq te deti i filistejve dhe nga shtkret të tjera deri te lumi, sepse do të le në duart e tua banorët e vendit dhe ti do t'i dëbosh para syve të tu. Mos lidh asnjë aleancë me ata dhe as me perëndit e tyre. Ata nuk do të banojnë më në vendin tënd, që të mos bëjnë të mëkatosh kundër meje. Ti do i shërbeje perëndive të tyre dhe ky do të ishte një lak.
Nuk do të ndaloj te fakti që pas ka dhe zota të tjerë, sepse flitet në shumës kur thuhet perëndit e tyre. Mund të kthehemi herë tjetër këtu në kanal edhe për këtë temë. Sikur se shikojmë, toka e premtuar shtrihet nga deti i Kuq në Egjipt deri në lumin e Eufrat në Mesopotami, duke u ngjitur deri te deti i Filistejve, pra Mesdheu. Gjithçka ishte një aksion pushtimi i synuar nga populli i Izraelit, që nga hapi i parë i daljes nga Egjipti, dhe jo një eksod i thjesht. Te eksodi thuhet edhe që banorët e tokave që ky Zot i dashur do i japi Izraelitëve nuk të mund të banojnë më në këto toka, sepse mund të kushtëzojnë mosbindjen e tyre ndaj Jahve. Kemi edhe një konfirmim tjetër te Ligji i Përtrir 25 vargu 19. Kur pra Zoti, Perëndia yt, do të siguroj qetësinë nga armiqtë e tu rreth e përqark vendit që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi për ta pushtuar, do të fshish kujtimin e Alamekut nën qiej. Mos harro. Këto vargje shprehin qartësisht kushtin absurd të dhunës të shkaktuar nga ky Zoti i dashurisë së përgjithshme. Mbreti Saul, për t'u bindur urdhrit hyjnor të Zotit, pra zhduk Amalekitët, por nuk vret mbretin e tyre Agag dhe kafshët e shëndetshme. Libri i parë i Samuelit 15, vargjet 7-8-9 na thon: Saul i mundi Amalekitët nga Havilahu deri në Shur që është përballë Egjiptit. Ai kapi të gjallë Agagun, mbret i Amalekëve, dhe vendosi shfarrosin e të gjithë popullit duke i vrarë me shpatë. Por Sauli dhe populli kursyen Agagun dhe pjesën më të mirë të deleve dhe lopëve, të kafshëve të majme, të qengjave dhe kafshëve më të mira, duke mos vendosur shkatërimin e tyre, por vendosën zhdukjen e tërë sendeve që ishin të një cilësie të dobët e pas një vlerë. Kjo gjë që bëri mbreti Saul u konsiderua mosbindje ndaj Zotit që i kishte urdhëruar të mos linte të gjallë askënd, dhe bëhet motivi i shkarkimit të tij dhe i zëvendësimit me Davidin. Vargjet vazhduese na prezantojnë Zotin e pagabueshëm, fuqiplot dhe të gjithdijshëm, që pendohet që kishte gabuar përsëri. Libri i parë i Samuelit 15, vargjet 10-11. Atëre fjala e Zotit ju drejtua Samuelit duke i thënë: Unë jam penduar që kam bërë Saulin mbret, sepse ai është larguar nga unë e nuk ka zbatuar urdhrat e mia. Samuel u zemrua dhe i klithi tërë natën Zotit. Pra ky Zot her pas here pendohet për ato që bën. Ju kujtohet që ishte penduar edhe pas përmbytjes së madhe dhe premtoi që nuk do ta përsëriste më. Samuel njofton mbretin Saul. Libri i parë i Samuel 15, vargjet 28-29. Atëre Samueli tha: Zoti hoqi sot nga duart e tua mbretërinë e Izraelit dhe ja dha një tjetri që është më i mirë se ti. Lavdia e Izraelit nuk do të gënjejë dhe nuk do të pendohet, sepse ai nuk është njeri që pendohet. Dhe pastaj vet Samuel vret Agagun. Dhe tani vim te heroi ynë Davidi. Libri i parë i Samuelit 16, vargu i parë. Zoti i tha Samuelit: Deri kur do të mbash zi për Saulin, kur se unë e kam hedhur poshtë që të mos mbretëroj mbi Izrael? Mbushe me vaj bririn tënd dhe nisu, po të dërgoj te Isai, Betlemiti, sepse kam zgjedhur një mbret midis bijve të tij. Pra Samueli dërgohet në Betlem te Isai, babai i Davidit. Këtu bariu David zgjidhet nga Zoti si mbreti i ardhshëm i Izraelit. Hyrja e Davidit në shërbim te Sauli karakterizohet nga një fakt kurioz që e shikojmë te libri i parë i Samuelit 16, vargu 18. Atëhere një nga shërbëtorët filloi të thotë: Ja, unë pash një nga bijtë e Isait, Betlemitit, që i bie mirë harpës dhe është një njeri i fortë dhe trim, i shkathët në luftim, gojtar i hishëm, dhe Zoti është me të. Nuk ka asnjë të dhënë se në cilat luftime u pan këto cilësi të Davidit. Dhe tani vim te sfida epike e Davidit me gigantin Golia, që është e njohur për të gjithë. Na kanë mbushur kokën me heroin e vogël David që e vrau gigantin e keq Golia me hobe, llastike pra, dhe me gur. Por ky pasazh nga Samueli është aq i mbushur me kontradikta sa që kërkon një analizë të plotë.
Kontradikta e parë është akti I vrasjes. Dëgjoni se çfarë shkruhet te libri I parë I Samuelit 17, vargje 49, 50, 51. Futi dorën në thes, nxori prej tij një gur, e hodhi me hoben dhe e goditi filisteu në ball. Guri I hyri në ball dhe ai ra me fytyrë në tokë. Kështu Davidi me një hobe dhe një gur mundi filisteun, e goditi dhe e vrau. Megjithse Davidi nuk kishte shpatë. Pastaj Davidi vrapoi, u hodh mbi filisteun, ja mori shpatën e tij dhe e vrau, duke ja prerë kokën me të. Kur e pan filistejt që heroi I tyre vdiq, ikën me vrap. Pra, në vargun 50, teksti na tregon se Golia vritet menjëherë nga guri që e godet në ball. Dhe fakti I pabesueshëm theksohet duke nënvizuar se kjo ndodhi edhe pse Davidi nuk kishte shpatë. Në vargun në vazhdim 51 kemi një kontradikt të pajustifikueshme, sepse na shpjegohet që pasi e vrau një herë, u hodh mbi të, I mori shpatën dhe me këtë e vrau përsëri dhe I preu dhe kokën. Në dy vargje të njëpasnjëshme kemi dy vrasje të ndryshme, një herë me gur dhe një herë me shpatë. I gjori Golia. Pra, kontradikta është e madhe, por kontradikta tjetër është akoma më e madhe. Libri I parë I Samuel 17, vargjet 55, 56, 57, 58. Kur Saul kishte parë Davidin që po dilte kundër filisteut, kishte pyetur komandantin e ushtrisë së tij Abnerin. Abner, djali kujt është ky I ri? Abneri ju përgjigj. Ashtu siç është e vërtet që ti ron o mbret, nuk e di. Atëherë mbreti tha, pyet për prindrit e këtij djaloshi. Kur Davidi u kthye nga vrasja e filisteut, Abneri e mori dhe e çoi para Saulit, ndërsa ai kishte ende kokën e filisteut në dorë. Sauli e pyeti djalin, o I ri, biri kujt je? Davidi ju përgjigj, jam bir I shërbëtorit tënd Isait, Betlemitit. Për ata që nuk shikojnë asgjë të çuditshme në këtë vargje, po ju kujtoj se Davidi banonte në oborin e mbretit Saul, I cili e kishte marrë në shtëpinë e tij. Davidi I binte harpës çdo ditë dhe ishte Sauli ai që dërgoi lajmëtarët te babai Davidit. Por pas episodit të Goliatit, ai pyet Abnerin dhe vetë Davidin, djali I kujt është. Nuk ju duket e çuditshme kjo gjë? Ose Sauli kishte rrjedhur, ose ka rrjedhur Bibla atëherë. Ja çfarë thuhet para këtyre vargjeve për Saulin dhe Davidin. Libri I parë I Samuelit 16, vargjet 22-23. Sauli dërgoi pastaj t'i thonë Isait, të lutem, lëre Davidin në shërbimin tim, sepse ai gëzon hirin tim. Kur fryma e keqe nga ana e Perëndis sundonte mbi Saulin, Davidi merrte harpën dhe I binte. Atëherë Sauli e ndjente veten të qetësuar dhe më mirë, dhe fryma e keqe largohej prej tij. Pra, ose mbreti Saul kishte rëshqitur, ose me shumë mundësi, jemi përpara një falsifikimi tekstesh. E mundshme është kjo kur lexojmë te libri I dytë I Samuelit 21, vargjet 16-17. Ishbi Benobi, një nga pasardhësit e Rafa, gjigantëve, me një shtizë që pesonte 300 sikla bronzi dhe mbante në brez një shpatë të re, kishte ndërmend të vriste Davidin. Por Abishai, biri I Tserujahut, I erdhi në ndihmë mbretit, e goditi filisteun dhe e vrau. Atëherë njerëzit e Davidit ju betuan, ti nuk do të dalësh më me ne për të luftuar dhe nuk do të ashuash llambën e Izraelit. Pra këtu kemi një David aq të lodhur, sa që duhet të ndërhyjnë njerëzit e tij për ta mbrojtur se vjet në rrezik mbretërie. Bile shkon në shtëpi dhe nuk del më në luftë kundër gjigantëve. Por nuk mbaron me kaq, ka diçka akoma më të madhe. Libri I dytë I Samuelit 21:19. U bë një betejë tjetër me filistejt në Gob dhe Elhanan, biri I Jare Oregimit nga Betlehemi, vrau vëllain e Goliathit nga Gathi. Shkopi I shtizës së tij ishte sa shuli I vegjës së endësit. Kemi të bëjmë me një tjetër version të vrasjes së Golias. Këtë radhë është Elhanani që vret Golian. Pra, Golia ose është vrarë 3 herë, 2 herë e vret Davidi dhe 1 herë Elhanani, ose ky versioni I Elhananit është I vërteti.
Të dyja variantet nuk mund të bashkëjetojnë. Pra, të paktën njëri prej tyre është falsifikuar. Cili prej tyre mund të jetë më i besueshëm? Ta analizojmë. Në rastin e parë kemi dy absurditete. Davidi e vret Golian 2 herë, një herë me gur dhe një herë tjetër me shpatë. Pastaj kemi Saul që pyet djali i kujt është, pavarësisht se e ka marrë vetë në oborrin e tij, ku Davidi i bie harpës për mbretin pothuajse për ditë. Më pas thuhet se Davidi është i lodhur në luftë dhe njerëzit e tij e lënë në shtëpi, nuk e marrin më në luftë. Pra, nuk ka si e vret më Golian. Por atë e vret Elhanan, që qenë ka po betlemit si Davidi. Pra, e vetmja gjë që i bashkon këto dy histori është që ai që vret Golian është nga Betlemi, sikurse Davidi. Por Davidi ishte i lodhur në shtëpi dhe nuk mori pjesë më në luftë, jo më të vriste Golian. Kjo ju ka rënë në sy atyre që mbrojnë historinë e mbretit të ardhshëm David. Atyre ju duhet një mbret që në rinin e tij ka bërë heroizma. Diçka do rregulluar në këtë histori të papërshtatshme. Dhe kjo bëhet në një libër tjetër biblik, të shkruar rreth 2 shekuj më vonë se ato të Samuelit, dhe që më shumë i përmbahet traditës ebraike se asaj historike. Futet një fjalë për të sistemuar në thonjza gjërat. Fjala vëlla. Dhe shtohet një betejë tjetër. Te libri i parë i Kronikave 25 kemi: u bë një betejë tjetër me Filisejt, dhe Elhanan, biri i Ahirit, vrau Lahmin, vëllan e Golia nga Gathi, që e kishte shtizën e tij sa një shul endësi. Pra, sillet libri i dytë i Samuel, por ndryshohet ngjarja. Kjo i shtohet absurditeteve të përmendura deri tani. Por nga ana tjetër tregon se historia me Davidin, mbretin e ardhshëm të Izraelit, është sajuar për t'i dhënë lavdi Davidit që në rinin e tij. Dikush është kujdesur për t'i rregulluar biografinë që në vegjëlinë e tij mbretit David. Në konfirmim të faktit që Davidi nuk kreu asgjë speciale, mjafton të lexohen 2 librat e Samuelit për të kuptuar që jo vetëm Golia, por të gjithë Filisejt dhe pasardhësit e Rafah ishin konsideruar gjigant dhe cilët Izraelit të tjerë përveç Davidit i vranë ata. Në librat e Samuel tregohet në vazhdim se libri i dytë i Samuelit 21:18 shkruan: pas kësaj pati një betejë tjetër me Filistejt në Gob. Atëre Sibekam nga Kusa vrau Safin, një nga pasardhësit e Rafah. Kishte një tjetër betejë në Gat, ku ishte një burr me shtat të madh, i cili kishte 6 gishta në secilën dorë e këmbë, 24 gjithsej. Dhe ai gjithashtu rrithte nga Rafa. Ai sfidoi Izraelin, por Jonathan, biri Shimeas, vëlla i Davidit, e vrau. Këta të 4 rridhin nga Rafa në Gat. Këta ishin lindur nga gjigantët e Gathit. Ata i zhduku dora e Davidit dhe shërbëtorëve të tij. Këto përmenden te libri i parë i Kronikave, shkruar 2 shekuj më vonë, ku mungon pikërisht vargu 21:15 i Samuel 2, që na tregon se Davidi u lodh, dhe ai 21:17, ku Davidit i thuhet: ti nuk do të dalësh më me ne për të luftuar. Pra, në fakt, Davidi nuk ka vrarë asnjë nga gjigantët, as Golian, as të tjerët. Por këtu fillon ngjitja e Davidit. Djali i mbretit Saul, Jonathan, u lidh me të në mënyrë të sinqertë dhe vëllazërore, dhe në këtë fazë filloi ngjitja e tij. Mbreti Saul e emëron komandant të ushtrisë, por nga ana tjetër, duke parë adhurimin e popullit të tij ndaj Davidit, bëhet xheloz dhe i ngarkon detyra të vështira ushtarake me shpresë se do vritej nga armiku. Mund të shikoni më shumë gjëra po të lexoni librat e Samuelit. Por, po shikojmë diçka më shumë lidhur me episodin që çoi në fund për të patur si grua Mikal, vajzën e Saul. Si edhe më parë, Saul kap rastin për të çuar Davidin në një situatë të rrezikshme që mund ta çojë drejt vdekjes. Libri i parë i Samuel 18, 21-22. Kështu Saul mendoi, do ja jap, por do të jetë për të një lak, dhe ai të bjerë në duart e Filisteit.
Pas kësaj, Sauli i urdhëroi shërbëtorëve e tij: bisedoni fshehurëzi me Davidin dhe i thoni: ja, mbreti është i kënaqur nga ti dhe të gjithë shërbëtorët e tij të duan. Prandaj, bëhu dhëndëri i mbretit. Libri i parë i Samuel 18:25. Atëherë Saul tha: i thoni Davidit, mbreti nuk do çmim martese, por vetëm 100 lafsha të filistejve për të bërë hakmarrja ndar armiqve të mbretit. Saul kurdiste komplote për të shkaktuar vdekjen e Davidit me anë të filistejve. Por heroi ynë dhe mbreti i ardhshëm nuk pyet për komplote. Është interesant të shikohet që në të gjitha detyrat e ngarkuara Davidit, Saul zgjedh një nga më piktoresket dhe që sigurisht mund të shkaktojë hilaritet. Duke qenë se filistejt nuk ishin të bërë synet, sepse ndiqnin Elohim të tjerë dhe jo Yahweh, që është Zoti për krishterimin, i cili kishte detyruar bërjen synet të izraelitëve vetëm dhe ekskluzivisht që të kishin një markim të dallueshëm si popull i zgjedhur prej tij, në ndryshim nga popujt e tjerë. Davidi do të duhet të silte mbetjen e 100 peniseve të armikut për të marrë dorën e Mikal. Natyrisht, djaloshi hero shkon për te pritshmërive. Libri i parë i Samuel 18:26-27. Davidit ju duk gjë e mirë të bëjë dhëndër i mbretit. Nuk ishin akoma plotësuar ditët e fiksuara kur Davidi u ngrit, u nis me njerëzit e tij dhe vrau mes filistejve 200 burra dhe solli të gjitha lafshat e tyre mbretit për të bërë dhëndër i mbretit. Saul i dha për grua vajzën Mikal. Pra, Davidi si stakanovist e dyfishoi rezultatin. Nga 100 i bëri 200 lafshat. Pyetja që më lind mua është se si Saul mundi të verifikoj dhe të vërtetoj që 200 lafshat ishin vërtet të filistejve dhe jo të cilit do që nuk ishte bërë synet. Edhe vetë Bibla nuk e sqaron këtë gjë. Përfityroi mbretin Saul duke hapur thesin ku i kishte futur Davidi e duke i numëruar e verifikuar një nga një të gjitha lafshat. Është qesharake. Erdhëm në fund të historisë sonë, ku pasi sqaruam që nuk ka asnjë mundësi që Davidi të ketë vrarë Golian dhe pam këtë historinë qesharake të lafshave dhe nuk mund të mos pyesim. Pse ky djalosh hero, i zbukuruar ndër shekuj, në piktura e skulptura, me pamje luftarake, duke dërmuar armiqtë e tij e duke vrarë Golian, nuk ka asnjë pamje edhe duke i dorëzuar vjerrit të ardhshëm, mbretit Saul, qesen me 200 lafshat e filistejve të vrarë? Përderisa Bibla e përmend si heroizëm të tij, pse nuk pasqyrohet më vonë në veprat e artit? Do ishte thjesht pasqyrimi i tekstit biblik dhe asgjë e sajuar. Ndryshe nga falsiteti i episodit të Golias dhe i modifikimit të teksteve të bëra 200 vjet më vonë sikurse pam. Shpresoj që sot ju kem dhënë disa informacione më shumë për të bërë reflektimet tuaja dhe për të arritur në përfundimet tuaja. Ju kujtoj se i jam referuar për gjithçka vetë Biblës. Mund të verifikoni vetë personalisht, rast pas rasti, të gjitha vargjet që kam përmendur, nëse janë apo jo të paraqiturat kështu në Bibël. Po e përfundoj këtu historinë e falsifikuar të mbretit David për ta bërë hero mbretin e izraelitëve, pasi në videon Simbolet mashtruese sioniste ju shpjegova edhe mashtrimin e kryer me të ashtu quajturën Yll i Davidit, linkun e të cilës e keni në fund të kësaj videoje. Dhe besimtarëve të krishterë, ju rekomandoj që para se të revoltohen e të shfryjnë në komente, të verifikojnë të gjithë shembujt që kam përmendur një për një në Bibël. Pastaj të kujtojnë që Jezusi te Gjoni 8:32 thotë: do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Ju ftoj të regjistroheni në kanal, të pëlqeni videon, mbi të gjitha të komentoni. Tashmë ju e dini që jo vetëm i lexoj komentet tuaja, por edhe ju përgjigjem pyetjeve e komenteve që bëni. Shpërndani kanalin dhe videot të njohurit tuaj duke ndihmuar në rritjen e këtij kanali. Bashk takohemi në videon e ardhshme.